Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të Po të Flas. Sot kemi të ftuar Maria Ica. Përshëndetje Maria dhe mirë se vini në këtë episod të Po të Flas. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Arsyeja e cila ju jeni sot këtu në Po të Flas është për shkak sepse ju tashmë keni një eksperiencë kaq të gjatë në punën me fëmijët, është pjesa e specializimit dhe eksperiencave tuaja të gjata dhe përvojës tuaj të gjatë. Tashmë ju prej më shumë se 10 vitesh po punoni në Shqipëri, e cila është një kohë goxha e gjatë dhe një eksperiencë shumë e madhe dhe kjo është një ndër arsyet që ne vendosëm që ju të jeni të pranishëm sot në këtë episod për të trajtuar një temë shumë të rëndësishme që është vonesat në zhvillimin motorik. Faleminderit për ftesën. Unë jam specializuar për fizioterapin pediatrike dhe këtu e 10 vjet merrem me fëmijë që kanë probleme me zhvillimin e tyre motorik. Okej, atëherë Maria, çfarë konsiderohet vonesë në zhvillimin motorik? Vonesa e zhvillimit motorik është kur fëmia nuk arrin etapat zhvillimore në moshën përkatëse. Atëherë do thotë nëse ne kemi një fëmijë që është mosha 4 vjeç, mosha e tij motorike mund të jetë më e ulët. Atëherë në këtë moment ju shikoni që kemi një vonesë në zhvillimin motorik. Si klasifikohen vonesat sipas shkakut? Vonesat e zhvillimit motorik klasifikohen si neurologjike, muskulare, ortopedike ose mjedisore. Nisur nga eksperienca juaj dhe fusha në të cilën ju jeni, fizioterapia pediatrike, cila lidhet drejt për së drejti me moshat pediatrike. Cilat janë shkaqet më të zakonshme që ndikojnë në vonesat në zhvillimin motorik? Shkaqet më të zakonshme mund të jetë një hipotoni, një prematuritet, një paralizë cerebrale, ose probleme me anomali gjenetike, autizëm. Dhe të gjitha këto shkojnë së bashku me njëra tjetrën dhe normalisht vjen ai momenti që fëmia ka nevojë për ndërhyrje fizioterapeutike. Një ndër shkaqet që ju sapo përmendët ishte edhe lindjet prematur. A janë shkak kryesor, a futen te shkaqet kryesore lindjet e parakohshme në vonesat motorike? Po, prematuriteti rrit riskun e një vonese të zhvillimit motorik. Por jo të gjitha rastet mund të çojnë. Jo të gjitha rastet japin vonesë të zhvillimit motorik, ka raste që ecin shumë mirë dhe zhvillimi është më se normal i një bebi prematur. Ka pastaj raste që një prematuritet mund të kapë zhvillimin motorik, mund të jap probleme me shikimin, mund të jap probleme me dëgjimin, që kështu është mirë të bëj kontrollet e herpashershme një fëmijë prematur. Dhe normalisht janë ajo pjesa nëse prindi konstaton në momentin fillestar, duhet drejt për së drejti dhe shumë shpejt të kontaktoj me një specialist të fushës për t'ju drejtuar për ato çfarë ai ka konstatuar te fëmia e tij. Mendon që pjesa nëse prindri ndërhyn shumë shpejt me anë të trajtimeve do ndikojnë pozitivisht te fëmia? Atëherë, nëse prindi konstaton që fëmia e tij diçka nuk shkon ose ka një vonesë të zhvillimit motorik, duhet sa më shpejt të vi të bëjmë kontrollet e duhura për të parë vlerësimin e zhvillimit sa e ka. Nëse do kemi vonesë me zhvillimin e tij motorik, atëherë duhet sa më shpejt fillojnë dhe fizioterapit, seancat e fizioterapisë, që fëmia të fillojë dhe të rifitojë aftësitë që nuk ka, reflekset që nuk ka. Eksakt, trajtimin e duhur. Normalisht dhe është ajo pjesa që prindri një diçka të vogël, me që jemi te kjo pjesa e shenjave ose atë çfarë duhet të vërej prindi, cila mund të jetë një gjë tek ajo çfarë ju përmendet në moshën 4 muaj. Çfarë duhet të jetë një shenjë te fëmia që prindri nëse vëren është një shqetësim, ju si profesioniste, çfarë do konstatoni dy shenja ose dy sjellje të fëmijës që mund të jenë problem dhe normalisht është ajo pjesa që drejt për së drejti mund të ketë lidhje me një problematik në vonesë në zhvillimore. Çfarë do diferenconit për prindrin? Atëherë, dy nga shenjat më thelbësore në zhvillimin motorik është hipotonia 1 dhe hipertonia 2, që do të thotë hipotonia kur shikon një fëmijë që është flascit, që është shumë i butë, që ka një muskulaturë shumë të dobët dhe nuk arrin
të drejtoj kokën, të nxjerrë reflekse të tjera, të lëviz duart siç duhet, të marrë një objekt, atëherë patjetër duhet të vijë dhe të drejtohet tek fizioterapisti. Ose kur shikon nga ana tjetër një fëmijë shumë të ngurtë, me një ton shumë të lartë muskular dhe lëvizje të kufizuara, prap duhet të shqetësohet dhe të drejtohet tek ne. Në cilën moshë zakonisht identifikohen vonesat në zhvillimin motorik? Vonesat e zhvillimit motorik identifikohen nga mosha 3 deri në 18 muajsh. 3 muaj fillon fëmia të mbaj kokën, të komandoj kokën, 4 muaj fillon të nxjerrë dhe reflekset mbrojtëse me duar, të rrotullohet avash avash. 6-7 muaj duhet të filloj të qëndroj ulur. Ka prindër që më vinë te klinika me fëmijë 1 vjeç, 12 muajsh dhe fëmia nuk arrin akoma të qëndroj ulur, që kështu këtu patjetër që kemi një problem dhe një vonesë të zhvillimit motorik dhe sa më herët të kapen këto vonesat e zhvillimit, kaq më mirë është dhe për fëmijën sepse edhe ecuria do jetë më e mirë, më e shpejt, por patjetër dhe për prindin kur shikon fëmijën e tij që nuk është si fëmijët e tjerë moshatar. Normalisht ajo pjesa ju përmendet për shembull 1 vjeç i takon 12 muaj dhe në shenjat e para që ju përmendet ishte mosha 3 muajsh. Kështu që kemi një diferencë goxha të madhe dhe sa më i rritur të jetë fëmia atë që edhe ju sapo përmendet normalisht është më e vështirë dhe trajtimi dhe pastaj feedbacku normalisht që do jetë edhe kohëzgjatja e trajtimit normalisht. Kështu që sa më shpejt, sa më herët, normalisht edhe rezultatet do jenë më të shpejta dhe më pozitive tek sa më herët të bëhet ndërhyrja fizioterapeutike, arrin fëmia të normalizohet dhe të fitoj zhvillim si moshatarët e vet. E qartë, sepse normalisht nëse një fëmijë për shembull ajo që u përmend në 3-4 muaj duhet të kap një objekt me dorë, kur jemi 12 muaj normalisht fëmia duhet të bëjë gjëra të tjera që nuk janë të moshës dhe fëmia nuk arrin që t'i bëjë. Kështu që mosha kronologjike me moshën motorike nuk kanë një diferencë. Ka një përputhje dhe kjo normalisht çon. Unë shikoj shumë te klinika ime këtë pjesë që më vin prindër me fëmijën 11 muajsh, 12 muajsh, ku nuk qëndron akoma ulur ose akoma më rënd, nuk komandon akoma kokën. Kemi hipotoni shumë të theksuara tek fëmijët nga shkaqe të ndryshme, neurologjik ose mjedisor ose nga autizmi, që kështu unë do thosha sa më herët të diagnostikohet një patologji, kaq më mirë do ishte të fillonin seancat e fizioterapisë. Me një herë të fëmijës. Ndryshimi ndërmjet hipotonisë dhe hipertonisë. Hipotonia do të thotë kur toni muskular është i ulët dhe fëmia është flascid. Kurse hipertoni është kur toni muskular është shumë i lartë, lëvizjet e fëmijës janë të kufizuara dhe nxjerr një ngurtësim, nxjerr një tonus të lartë, një spasticitet. Tek hipotonia kemi dhe pjesën e dridhjes, klonusit që nxjerr shpeshherë. Nga ajo çfarë ju përmendet hipotonia dhe hipertonia, pse duhet të shqetësohet një prind në momentin që vëren ato karakteristika të cilat ju përshkruat, ka tonusin muskular të butë, ose atë pjesën e lëvizshmërisë, ose atë tensionin muskular. Pse duhet të shqetësohet një prind nëse i vëren te fëmia e tij këto shenja të cilat ju sapo i përmendet? Atëherë, nëse një prind shikon që fëmia e tij është hipotonik, që mund ta kuptoj kur fëmia nuk mund të komandoj kokën, nuk rrotullohet, nuk zjat duart dhe nuk i aktivizon si fëmijët e tjerë moshatar të moshës që do ketë. Ose është hipertonik, është i ngurtë, mezi për shembull i ndron pelenën, nuk ka artikulacionin nuk ka, me artikulacionin e kështu pak, atëre. Ose kur është hipertonik, nuk mund t'i ndroj pelenën, nuk mund të lëviz këmbët, i ngurtëson, nxjerr spasticitet. Atëre, këto janë shenja që një prind duhet t'i vere dhe të drejtohet tek ne. Një prind shikon tek fëmia e tij që është flascid, që
nuk aktivizohet si fëmijët e tjerë në moshën përkatëse, ose kur është i ngurtë, kur ka hipertoni, nuk mund t'i ndroj pelenat, kufizon lëvizjet e tij, atëherë duhet të vi dhe të drejtohet tek ne dhe mos mendoj se do ta fitoj me kalimin e kohës ose është fëmijë dembel, do forcohet vetë. Jo, absolutisht. Kur shikojmë probleme të tilla duhet direkt të marrim ndërhyrjen e menjëhershme fizioterapeutike për të rritur tonusin muskular nëse fëmia është hipotonik ose për të ulur tonusin muskular kur fëmijët janë hipertonik. Donjëherë ka patologji që janë distonik, që i kanë të dyja hipotoni, hipertoni së bashku dhe nxjerrin zakonisht tek pjesa e qafës dhe e trungut, nxjerrin hipotoni, kurse gjymtyrët, duar dhe këmbët i kanë hipertonik. Atëherë, por nëse është një prind dhe mund të ketë fëmijën 6 muaj dhe ai vën re që fëmia e tij nuk arrin që të mbajë një top plastik të lehtë në dorë, nuk mund të kapi lugën ose nuk mund të hidhet. Janë këto shenja shqetësuese ose bën këto shenja që ai ka vënë re te fëmia e tij të drejtohet drejt një fizioterapisti ose një profesionisti tjetër? Po. Patjetër që po. Duhet një fëmijë, unë zakonisht tek prindrit them që ose ju shpjegoj zhvillimin motorik e një fëmije dhe zakonisht ju them që 6 muaj fëmia duhet të filloj të qëndrojë ulur, të marr objekte në dorë, të marr lodra, të aktivizoj qëndrimin dhe shikimin bashkë me lëvizjet e duarve. Kur fëmijët nuk i bëjnë këto gjëra, duhet të patjetër një ndihmë profesionale nga jashtë, sepse normalisht ai pjesa nëse nuk ka arritur sipas stadit të moshës përkatëse të fëmijës, do të thotë që ka nevojë nga jashtë profesionale që ai të arrijë të formsohet. Nëse fëmia ka vonesë të zhvillimit motorik, duhet të marr ushtrimet e duhura për të forcuar ndërhyrjen e duhur, për të forcuar muskulaturën, për të fituar reflekset që nuk i ka akoma të fituara, dhe pse jo dhe të filloj të aktivizohet dhe të qëndrojë ulur, më vonë të eci këmbadorazi dhe që fitimi i fundit është të arrijë të eci pavarur, po. Dhe të arrijë stadin e moshës së zhvillimit. Hipotonia mund të jetë vetëm e pashoqëruar me ndonjë çrregullim tjetër, hipertonia mund të jetë përsëri veçmas, mund të qëndrojnë së bashku ato që edhe ju sapo e thatë, po a mund të qëndrojnë këto të dyja, a mund të lidhen me një çrregullim neurologjik? Jo gjithmonë. Donjëherë mund të ketë fëmia një hipotoni ose hipertoni idiopatike, ose mund të lidhen patjetër dhe me një shkak neurologjik. Cili është rasti më i vështirë në momentin që janë të lidhura me një çrregullim neurologjik, apo normalisht është më e vështirë dhe trajtimi dhe rezultatet janë më të vështira në momentin që kemi të shoqëruar me një çrregullim neurologjik? Po, është shumë e vështirë kur këto vijnë nga një çrregullim neurologjik. Një rast konkret nga eksperienca juaj, nga rastet që ju keni trajtuar, për shembull konkretisht, me çfarë çrregullimi neurologjik mund të jetë lidhur një hipotoni? Konkretisht nga rastet nëse ju keni trajtuar një rast të tillë ose një hipertoni me një çrregullim neurologjik. Atëherë, hipotonia ose hipertonia mund të jetë idiopatike, siç e thash, mund të lidhet dhe me një çrregullim neurologjik, mund të jetë një paralizë cerebrale, mund të jetë një prematuritet, mund të jetë autizmi ose edhe shkaqe të një anomalie gjenetike. E qartë, po nëse në momentin e trajtimit nga ana juaj vinë për fizioterapi, për trajtim fizioterapeutik, sa e vështirë ka qenë për ju trajtimi këtyre rasteve? Çdo rast është i veçantë. Zakonisht janë patologji të rënda që duan shumë përkushtim, terapi që zgjasin shumë në kohë dhe duan dhe një ekip multidisiplinar.
që do të thotë jo vetëm këta fëmijë kanë nevojë për fizioterapi, donjëherë kanë nevojë dhe për logoterapi dhe për terapi zhvillimi, që kështu lidhen të gjitha me njëra tjetrën. Një rast që ju keni trajtuar gjatë punës tuaj, i cili ka një vonesë në zhvillimin motorik dhe normalisht mund të jetë i lidhur edhe me një çrregullim tjetër neurologjik. Sa i vështirë dhe si ka qenë puna juaj me të tilla raste? Atëherë, zakonisht një vonesë e zhvillimit motorik shumë shpesh lidhet dhe me spektrin e autizmit. Është e vështirë të merresh me fëmijë që kanë spektrin e autizmit dhe kanë dhe vonesën e zhvillimit motorik, sepse nuk bashkëpunojnë shumë, do më shumë për kushtim, por domethënë rastet tek klinika ime që kemi punuar me fëmijë me vonesë të zhvillimit motorik që kanë dhe autizëm, kanë ecur shumë mirë. Kemi arritur për shembull kohët e fundit po hasim shumë pjesën e tall walking, që ecjan majtë gishtave, shoqërohet me autizëm, është një çrregullim i zhvillimit motorik dhe domethënë e shikojmë që terapia ecën mirë, fillojnë dhe aktivizohen, heqin refleksin e gabuar të ecjes në majtë gishtave. Është terapi e vështirë, patjetër, është domethënë janë raste të vështira dhe ndërhyrja normalisht vështirësohet. Që duan shumë përkushtim, por unë dua të enkurajoj pak prindrit dhe t'ju them që çdo gjë fitohet me terapi të mirëfillt, kur kemi terapi multidisiplinare, siç është dhe fizioterapia, po dhe terapia e logoterapisë ose terapisë të zhvillimit. Aty shikojmë shumë ndryshime, për shembull tek fëmijët që vinë tek ne për një vonesë të zhvillimit motorik. Ecjan majtë gishtave. Eksakt. Dhe ju themi që shiko se ky fëmijë ka edhe ca probleme të tjera dhe unë i sugjeroj të vend diku edhe në një neuropediatër ose në një logoterapiste, në një psikologe. Pastaj kur arrin dhe ose kur fillojnë të ndjekin dhe seancat e logoterapisë, atëre ndryshon puna jonë 100% sepse fëmijët janë shumë më të bindur në seancat që do bëjmë dhe janë më të qetë dhe puna ecën më mirë. Dhe rezultatet janë më të mira, po. Ajo çfarë ju përmendët është e pjesë e bashkëpunimit që keni edhe me profesionistë të fushave të tjera të zhvillimit të fëmijës, se normalisht ju jeni vetëm për pjesën e zhvillimit motorik dhe normalisht shikoni vetëm pjesën tuaj dhe në momentin që shikoni që ka diçka përtej fushës që ju punoni, normalisht është e pjesa e bashkëpunimit me të tjerët. Ajo çfarë ju përmendët dhe doja që të pyesja, ecja në majtë gishtave, konsiderohet një vonesë në zhvillimin motorik apo është përtej fushës tuaj? Atëre, ecja në majtë gishtave mund të jetë habitual. Çfarë do të thotë kjo për më shumë për ato çfarë na dëgjojnë? Është një fitimi i refleksit të ecjes në majtë gishtave. Ose mund të ketë edhe shkaqe shumë më thelbësore, siç është një paralizë cerebrale, që aty lidhen shumë edhe deformimet e strukturës të fëmijës me këto probleme. Që kështu sa më herët të diagnostikohen, kaq më mirë është rezultati që mund të japë dhe fizioterapia tek ecja në majtë gishtave. E qartë, sepse normalisht është ajo që përmendët edhe çrregullimi i spektrit të autizmit, domethënë ju merr me trajtimin, edhe ajo doja të shtoja duke marrë parasysh sipas manualeve diagnostikuese ecja në majtë gishtave është një ndër simptomat. Domethënë që përfshihen te pjesa e çrregullimit të spektrit të autizmit. A mund të qëndrojnë të ndara, për shembull, mund të vijë një prindër thotë që fëmia bën ecje në majtë gishtave, por normalisht mund të jetë diagnostikuar nga ekipe multidisiplinare, nga neuropediatër ose psikiatër infantil, logoped, psikolog, dhe do thotë që është e pjesa që ka dalë në rezultatin që nuk është se kemi ndonjë çrregullim neurologjik. Në këtë moment do thotë që kemi vetëm pjesën e reflekseve. Shpesher na vinë fëmijë që ecin majtë gishtave dhe mund të them që shumica e rasteve kanë dhe autizëm. Domethënë pothuajse 90% të rasteve të fëmijëve që ecin majtë gishtave
kanë autizëm dhe 10% kanë probleme të tjera, siç është një paralizë cerebrale ose një ngurtësim i tendinave të akilit. Që kështu unë shikoj që shumica e rasteve të fëmijëve që ecin majt të gishtave kanë edhe spektrin e autizmit. Nga gjithë kjo eksperiencë gjatë që ju keni patur, mund të na tregoni një rast suksesi të punës tuaj? Një rast i fundit, për shembull, që ka patur sukses nga seancat e fizioterapisë, ka qenë një fëmijë me autizëm, ka ardhur te klinika 2 vjeç, ku nuk ecte dot akoma i pavarur, dhe kur arrinte të kapeshe diku dhe të qëndronte në majt të gishtave. Arritëm të përforcojmë ecjen e pavarur, të heqim refleksin e gabuar të qëndrimit në majt të gishtave, dhe tani fëmia ecën, vrapon, bën çdo lloj aktiviteti për moshën që ka. Okej, dhe kjo është normalisht një rezultat shumë i mirë për ju. Sa kanë zgjatur seancat terapeutike për të arritur këtë lloj rezultati që fëmia tani më ka arritur? Tani për këtë rast që sapo fola, kemi bërë aty te 4 muaj terapi. Okej, dhe seancat janë të përditshme, intensive 5 herë në javë. Dhe sipas mendimit tuaj, në momentin që fëmia ishte 2 vjeç dhe seancat ishin intensive, kjo ishte çasti i duhur, momenti i duhur, ajo pjesa që ju edhe e theksuat pak më parë, ndërhyrja e hershme, mosha 2 vjeç, ishte herët apo prindri duhet të kishte kërkuar ndihmë akoma edhe më herët? Si mendoni ju në këtë rast? Mendimi im është që sa më herët të shikojnë çrregullime të tilla prindrit, të fillojnë dhe seancat e fizioterapisë, sepse 2 vjeç, kur fëmia është 2 vjeç dhe nuk ecën i pavarur, normalisht është vonë. Ka një diferencë të zhvillimit motorik prej 1 vit, sepse zakonisht 12 deri 18 muaj një fëmijë normal duhet të ecë i pavarur. Fëmia erdhi 24 muajsh, ku nuk ecte akoma i pavarur dhe kishte edhe tendencë të qëndronte në majt të gishtave. Që kështu ka qenë vonë. Sa më herët, kaq më shpejt do ishte edhe rehabilitimi. Kur ky rast që sapo thash ishte zjati 4 muaj me terapi intensive, nëse do vinte më herët do zjaste edhe më pak. Dhe një mesatare të punës tuaj, të rasteve tuaja që ju keni ndjekur, sa mund të jetë seancat? Ju pak më parë sa që keni trajtuar fëmijën 2 vjeç për 4 muaj rresht, 5 ditë të javës, që do thotë është një terapi intensive. Në këtë rast dhe rezultati është arritur pas 4 muajsh. Mesatarisht, sa mund të zgjas trajtimi i një rasti fizioterapeutik? Kjo varet gjithmonë nga patologjia, nga rasti dhe nga vonesa e zhvillimit që nxjerr ai fëmijë. Sa më diferenca, sa më vogël të jetë e vonesës të zhvillimit që ka fëmia, kaq më pak do zjasi dhe rehabilitimi. Sa më madhe të jetë ajo vonesa, zjat më shumë rehabilitimi. Zakonisht, kur shikojmë që diferenca e zhvillimit motorik me vlerësimin motorik është e madhe, unë sugjeroj prindrit të bëjmë një terapi intensive 5 herë në javë, që të kemi maksimumin e rezultatit në një kohë të vogël, të shkurtër. Kur kemi një diferencë prej 2-3 muaj në vonesën e zhvillimit motorik, atëherë mund të bëhen seancat edhe 2 deri në 3 herë në javë. E qartë. A japin rëndësinë e duhur prindrit në ditën e sotme pjesës së zhvillimit motorik të fëmijës? Përgjigjja këtu mund të jetë shumë e gjatë. Unë do thosha që nëse prindi, ka pranuar patologjinë e fëmijës, atëherë jep shumë rëndësi seancave të fizioterapisë dhe çdo ndihmë tjetër që fëmia ka. Po. Kur kemi prindër që akoma nuk pranojnë patologjinë e fëmijës, atëherë nuk japin shumë rëndësi fizioterapi, seancave, ose nuk janë shumë të rregullt në këtë pjesë. Ose dhe nëse vazhdojnë, mund të jetë pjesë e neglizhencës. Neglizhohet nga prindrit kjo pjesë? Në momentin që ju rekomandoni që ka nevojë për fizioterapi, atëherë nuk mund të them që neglizhohet, sepse prindi kur shikon një vonesë tek fëmia i tij, normal që e kapën dhe ankthi, e kapën stresi dhe është shumë i kujdesshëm dhe i sakt me seancat e fizioterapisë. Kemi edhe prindër që nuk janë dhe aq të kujdesshëm dhe të për pjesën e ndërhyrjeve. Po.
Përveç prindërve, kush tjetër mund të referoj drejt fizioterapistit rastet? Na referojnë neuropediatrët, pediatrët, logoterapistët, edukatorët, akoma edhe gjyshërit. Ka raste që më marrin telefon dhe më thonë që nipi im është 8 muaj dhe nuk qëndron akoma ulur ose nuk komandon akoma kokën. Që kështu mendoj se ai që e shikon i pari dhe e identifikon fëmijën me një vonesë të zhvillimit motorik, është mirë të referohet tek profesionisti. Përveç këtyre shumë herë edhe psikologët vënë re vonesë në zhvillimin motorik dhe referojnë fizioterapi. Në momentin që ju vini re që ka diçka përtej pjesës fizike, cili është profesionisti që ju referoni më shumë rastet ose që ju kërkoni bashkëpunim më shumë? Mund të jetë neuropediatri, mund të jetë ortopedi, psikologu, logoterapisti, edhe kirurgu donjëherë. Për prindin që na dëgjon, cilat janë hapat që ju ndiqni gjatë ndërhyrjes terapeutike? Fillimisht, kur vjen një fëmijë te klinika ime, unë i bëj vlerësimin motorik dhe shikoj në moshën aktuale që vjen dhe zhvillimi i tij motorik nëse janë përkatëse apo jo. Kur konstatojmë që kemi vonesë të zhvillimit motorik, atëherë i bëjmë dhe një program rehabilitues që të fillojë ndërhyrja. Zakonisht te klinika përdoren metodat BOBAF, DMI që janë për zhvillimin motorik dhe riushqejnë trurin, ta themi kështu me fjalë popullore, riushqejnë trurin me reflekse dhe lëvizje që nuk i ka të fituar akoma fëmia nga patologjia që mund të ketë. E qartë, metodat që ju sapo përmendët dhe ju ndiqni në klinikën tuaj, janë metoda pothuajse që ju përdorni për të gjitha rastet apo shumica e rasteve janë ndryshe për shkak të vështirësisë? Do të thënë, janë metoda që ju përdorni ndahen apo vazhdojnë dhe përdoren për diagnoza ose rregullime specifike? Patjetër që ndahen, neve shikojmë, në fillim unë shikoj patologjinë. Domethënë, kur vlerësoj fëmijën, shikoj patologjinë që ka dhe i bëj programin rehabilitues individual, specifik për fëmijën që kam përpara. Për shembull, nuk mund t'i bëj një fëmijë një metodë të DMI-s kur është 30 kg, sepse nuk do t'i nxjerrë dhe nuk është e përshtatshme për atë. Ai do teknikën BOBAF për shembull, ose mund t'i bëjmë edhe pak kinesioterapi për t'i lehtësuar ngurtësimet që mund të ketë nga patologjia e tij. Për shembull, nëse një prindër vjen dhe thot fëmia im është 26 muajsh, nuk bën ecjen e pavarur dhe normalisht ka atë tendencën që kur ngjit ose zbrit shkallët të mbahet diku ose të kërkoj dorën e prindrit që të jetë krah tij. Në këtë moment ju bëni vlerësimin dhe pastaj si është ecuria e punës, çfarë ju ndiqni në këtë moment, çfarë duhet të bëni ju në këtë moment? Për rastin që sapo përmende, 26 muaj një fëmijë duhet të eci i pavarur, të ngjitet dhe të zbresë shkallët i pavarur, të kaloj pengesa dhe të ketë një ekuilibër dhe muskulaturë të fortë dhe të qëndrueshme. Kur shikojmë dhe konstatojmë problematika me zhvillimin, atëherë i bëjmë programin rehabilitues individual për problemet që ka. Do theksojmë më shumë qëndrimin, qëndrueshmërinë, koordinimin e lëvizjeve, ekuilibrin e tij dhe pse jo, pastaj të jetë më aktiv edhe në ngjitjen e zbritjet e shkallëve, të vrapoj i pavarur, të kaloj pengesa, të gjitha këto kanë ushtrime dhe hapa të veçanta. E qartë. Por në momentin nëse një prindër në rastin e një prindri që konstaton që fëmia im nuk mund të mbaj lugën dhe ai mund të jetë 14-15 muaj, nuk mund të mbaj lugën, nuk mund të mbaj gërshërën, nuk mund të grisë një letër. Në këtë momente ju çon drejt një vonese kjo dhe çfarë konkretisht ju mund të bëni dhe si mund të punoni në raste të tilla? Po, kur shikojmë që një fëmijë 14 muajsh nuk mund të marr
objekte në dorë, ose t'i japi, ose të përdor duart për diçka, atëherë kjo është një vonesë zhvillimi, duhet të shikohet shkaku kryesor dhe pastaj të punohet për shembull një mos funksionimi i duarve, të kap objekte ose të lëshoj, mund të jetë një paralizë cerebrale, mund të jetë një distoni që nxjerr dhe spasticitet. Që kështu duhet të diagnostikohet patologjia dhe pastaj të punohet saktësisht nga vlerësimi që do bëjmë dhe ne, çfarë do ketë nevojë. E qartë. Dhe ajo çfarë ju përmendet në momentin që kemi dhe vështirësi të tjera përveç pjesës së zhvillimit motorik, gjithmonë pjesa e bashkëpunimit, do të thoja, raste që ju vini, sa bashkëpunues janë fëmijët në momentin që kemi një fëmijë vetëm 4 muajsh ose një fëmijë që mund të jetë edhe 3 vjeç, edhe 5 vjeç, si është pjesa e bashkëpunimit gjatë seancave fizioterapeutike? Atëherë, teknika bobat që neve përdorim është një teknikë që është pasive, domethënë terapistja ja bën fëmijës dhe ai e përthith. Dhe më vonë me përsëritje nxjerr reflekset që neve i japim. Nuk duam aktualisht 100% aksesin e fëmijës te ushtrimet që neve i bëjmë. Neve punojmë për shembull me paraliza cerebrale dhe me epilepsi të rënda. Ata thjesht i marrin këto reflekse, i marrin këto ushtrime në formë pasive dhe pastaj mund t'i nxjerrin nesër pas nesër në jetën e tyre reale. Kur kemi raste që nuk janë me paraliza cerebrale ose me epilepsi, për shembull raste autizmi, aty duam edhe bashkëpunimin e fëmijës në ecjen në majtë të gishtave, për shembull. Ecja në majtë të gishtave, aty duam 100% dhe aksesin e fëmijës tek ushtrimet që neve ju bëjmë, që të kemi rezultat sa më të mirë. Domethënë, terapitë janë pak të ndryshme, varet çfarë kërkojmë. Ka disa terapi që duam fëmia të jetë aktiv, ka terapi që fëmia nuk na intereson është aktiv apo jo. Thjesht i merr këto ushtrime që neve i bëjmë në formë pasive dhe me përsëritjen i nxjerr. Si reflekse. Po në momentin përveç pjesës së bashkëpunimit, pjesa në momentin që kemi një të kuptuar të ulët, normalisht futet e pjesa tjetër e zhvillimit kognitiv dhe zhvillimit social. Në momentin që kemi një zhvillim të ulët kognitiv, sa e vështirë është për ju pastaj pjesa e zhvillimit të terapisë tuaj? Sepse fëmia nuk mund të arrijë të kuptojë totalisht komandat që ju jepni ose ushtrimet që ju doni të instruktoni. Sa e vështirë është për ju ky rast? Është i vështirë. Do më shumë përkushtim, patjetër që ky fëmijë nëse do ketë dhe probleme të zhvillimit kognitiv ose social, duhet të punohet edhe me logoterapisten, me terapisten e zhvillimit dhe ajo na i bën punën pastaj pak më të lehtë edhe ne, kur fëmia është pak më aktiv. Por patjetër që është punë e vështirë të punosh me fëmijë që nuk japin maksimumin tek terapia. Në varësi gjithmonë të patologjisë. Rastet më të shpeshta janë paraliza cerebrale, hipotoni, janë anomali gjenetike, plagiokefalit, tortikolis dhe pjesa e toe walking. Ne vendodhemi tek rruga Mujo Ulqinaku, midis Myslimshyr dhe rruga Kavajës. Mund të na ndiqni edhe tek rrjetet sociale Gica Klinik Fizioterapie, ku aty japim shumë sugjerime për prindrit të rinj që kanë probleme me fëmijët e tyre. Për çdo shqetësim dhe për çdo problem që keni, mund të vini për një konsult pranë klinikës tonë. Një mesazh për të gjithë ata që na dëgjojnë, konkretisht për prindrit, më specifikisht. Cili do ishte ajo nga ana juaj si profesioniste fizioterapiste? Po, mesazhi im për prindrit është të mos presi, të mos ketë atë mendimin që do ta fitoj vetë ose do bëhet, thjesht është dembel. Duhet të jetë më kërkues, të jetë më vigjilent për fëmijën që po rrit dhe të drejtohet te profesionistët. E qartë, sepse koha e humbur normalisht koha e humbur është sjell gjithmonë nga ndalesa dhe tek zhvillimi i fëmijës, por edhe më vonë tek terapia do jetë më e gjatë si terapi. Dhe ndikon njëra tjetrën. Po. Shumë faleminderit Maria që ishi sot pjesë e këtij episodi të Pot Flas.
dhe uroj të jemi përsëri në episodet të tjera. Faleminderit unë. Faleminderit dhe shihemi në episodin e radhës të Pot Flas.